Mbetet në fuqi apeli i Ministrisë së Punëve të Jashtme që qytetarët të mos udhtojnë në vendet e lindjes së mesme për shkak të, siç vlerësojnë, gjendjes së përkeqësuar të sigurisë. Nga kjo ministri informojnë se nga fillimi i krizës numri i përgjithshëm i qytetarëve tanë që janë të interesuar për evakuim është 25. Për nesër është konfirmuar evakuimi i 4 personave, përkatësisht një familje, një nënë dhe 3 fëmijë. Vendet janë siguruar përmes Ministrisë së Izraelit për transport në suaza të fluturimeve të organizuara që shfrytëzohen për evakuim të shtetasve të huaj nga Izraeli. Fluturimi është planifikuar nga Tel Aviv deri në Athinë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme shtojnë se janë në komunikim të vazhdueshëm me shtetasit që janë ende në rajon. Kriza eskaloi pasi që në veprimet ushtarake mes Izraelit dhe Iranit u kyç edhe SBA. Akti i tillë i Washingtonit zyrtar u përshëndet edhe nga një pjesë e partive të vendit tonë. Shteti ynë vlen mbështesin përpjekjet e partnerëve strategjik për mbrojtjen e sigurisë globale. Si subjekt politik serioz, pjesë e pushtetit, jemi kundër përhapjes dhe përdorimit të armëve bërthamore, si dhe kundër kërcënimeve bërthamore. Dhe në këtë drejtim japin mbështetje për veprimet e fuqishme dhe të vendosura si dhe diplomacinë e partnerëve. Nga BDI përsëri theksuan se padyshim duhet të vazhdohet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe BE-n. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin e thellë për përshkallëzimin e situatës në lindjen e mesme dhe mbështet përpjekjet e koordinuara të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre për të perendeluar përhapjen e armëve bërthamore në duar të regjimeve autoritare. Zhvillimet e fundit tregojnë se bota demokratike nuk mund qëndrojë duar kryq përballë rrezikut të një Irani të armatosur bërthamor. Pasi që u sulmua një pjesë e stacioneve nukleare në Iran, vendet fqinje informuan se tek ta nuk është regjistruar nivel i lartë i rrezatimit.